Here, besoj ishim dëshmitar të edhe një vazhdimi të seancës konstituive, por pa sukses pra që të zhbllokohet procedura e konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë formimit edhe të qeverisë së re dhe vazhdimit të institucioneve të reja bazuar në legjislaturën e zgjedhur të prodhuar nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Besoj e pat edhe një herë pra që partitë të cilat po vazhdojnë ta bllokojnë konstituimin e kuvendit duke mos marrë pjesë në votim, ishin PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Ajo çfarë vlen thuhet, kësaj radhe është ajo që e pam, besoj ishin dëshmitar edhe ju, që edhe gjatë mbajtjes së 1 minuti heshtje, deputetët e listës serbe nuk u ngritën fare në këmbë pra për të respektuar ditën e dëshmorëve. Pra, po të varej prej neve, siç e kemi thënë edhe më herët, lista serbe nuk do të ishte fare në kuvend. Por ne kemi kërkuar që të mos certifikohen si subjekt politik për zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk e kemi pas mbështetjen e partive tjera. Pra, ata kanë munguar në atë seancë duke pamundsuar quorumin, pra për të votuar mos certifikimin e listës serbe. Dhe si pasojë e kësaj sot i kemi edhe në kuvend, pra një grup politik i cili nuk e pranon dhe nuk e njeh Republikën e Kosovës e për më tepër refuzon edhe të bëhet pjesë pra e nderimit të dëshmorëve të kombit me 1 minutë heshtje siç edhe e pam. Ne e kemi thënë pra, ata nuk e kanë vendin në kuvend, nuk do duhet të certifikoheshin e aq më pak pra të kenë edhe funksione shtesë. Por në vazhdimsi e kemi pasë si opozita nuk është se ka pasur fare problem, por më tepër opozita shihet që shumë më tepër e ka problem pra emrin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, një deputete e cila në vazhdimsi pra ka qenë e zëshme kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kundër demarkacionit, kundër gjykatës speciale e shumë dëmeve tjera që janë votuar në këtë kuvend. Pra pikrisht nga këto parti që sot refuzojnë pra që ta mbështesin kryetaren Albulena Haxhiu. Ndërkaq në anën tjetër nuk kemi dëgjuar asgjë deri më sot për pozitën e nënkryetarit, për shembull që u takon edhe komuniteteve jo shumicë, këtë rast 2 nënkryetar, njëri për komunitetet jo shumicë jo serbe dhe një nënkryetar për komunitetin jo shumicë të komunitetit serb. Qëndrimi jonë si lëvizjeve vendosi bashkërisht me partnerët, pra Partinë Guxo dhe Alternativa, është që fatmirësisht, me qenë se kësaj radhe kemi deputet nga komuniteti jo shumicë serb që vinë jashtë listës serbe, kësaj radhe më e pakta që mund të bëjmë, me qenë se nuk ishte e mundur pra që të mos certifikojë, na u pamundsua mos certifikimi dhe ju lejua listës serbe që të hyjë në kuvend, më e pakta që mund të bëjmë është që nënkryetari i kuvendit të Republikës Kosovës të mos zgjidhet nga ta. Pra qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që nënkryetari, me qenë se kemi deputet që vjen prej subjekteve tjera përveç listës serbe, në këtë rast është deputeti Nenad Rashić, propozimi jonë është që Nenad Rashić të përfaqësoj komunitetin serb dhe nënkryetari të mos vijë nga lista serbe. Ftojmë edhe deputetët e opozitës që në vend se të kundërshtojnë pra Albulena Haxhiu, emrin e Albulena Haxhiut për kryetaret të kuvendit, të na bashkohen që spaku të sigurohemi që nënkryetari nuk vjen nga lista serbe. Ky pra është qëndrimi jonë. Për këtë arsye kemi insistuar që të ketë edhe paketë të marrëveshjes për emrin e kryetarit dhe nënkryetarëve që të dakordohemi për të gjithë nënkryetarit. Pra të sigurohemi që nuk zgjedhet dikush që nuk e pranon shtetin Republikën e Kosovës si të vetin dhe që duhet ta mbrojë. E pat që vullneti i deputetit po vazhdon të ndrydhet përmes insistimit në votim të hapur, ne kemi kërkuar që të gjejmë një rrugëzgjidhje nga kjo, pra votimi i fshehtë është një mënyrë kushtetuese se si dilet nga situata, por po i shohim që partitë opozitare vazhdojnë të mos u besojnë deputetëve të tyre. Ftojmë edhe një herë të gjithë deputetët që ta mbështesin këtë proces, të zhbllokohet procedura dhe të vazhdojmë tutje me konstituimin e kuvendit. As pak nuk ka të bëjë me shkelje, e keni nenin ose paragrafin 124, paragrafin 127, 128 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që specifikon, që thotë se për të dalë nga situata, për të mundsuar ushtrimin e vullnetit të lirë të secili deputet, mund të votohet në mënyrë të hapur, në mënyrë të fshehur apo edhe në ndonjë mënyrë të cilën pra mund të ketë dakordim mes
partive politike që marrin pjesë në kuvend. Dhe as se si s'ka të bëjë me shkelje. Pra, ne çfarë po propozojmë, e që jemi të vetmit që në vazhdimsi propozojmë mënyra se si dilet nga situata, ndërka që partitë opozitare janë ata që në vazhdimsi gjejnë arsye për të mos dalë nga kjo blokadë, ne po propozojmë një mënyrë si të ecet tutje, pra që deputetët të ushtrojnë vullnetin e lirë. S'ka fare të bëj kjo me autoritarizëm siç po pretendohet, madje është e kundërta. Në situata autoritare kërkohet votim me aklamacion, ku duhet sigurohet që secili ta di për kë ka votuar. Dhe pasaj nëse dikush del prej vizë partijake të ndëshkohet. Këtë rast, ne po kërkojmë që secili deputet ta ushtroj vullnetin e lirë në mënyrë individuale, pra duke votuar përmes një procesi të votimit të fshehtë. Pra s'bët fjalë për shkelje, për më tepër, e keni dëgjuar herën e kaluar, zëvendës kryeministrja Donika Gërvalla e ka cekur që nëse ata me të vërtet mendojnë që është shkelje, le ta kalojmë këtë proces, dhe deputet mund ta dërgojnë çështjen e gjykatë kushtetuese dhe le ta vlerësojnë gjykata kushtetuese nëse është shkelje apo jo. Por mos të bllokohemi këtu. Mos të bllokohemi këtu. Pra, nëse ata nuk duan si subjekte, e kemi votimin e fshehtë. Pra, le të kaloj përmes votimit të fshehtë, asnjë subjekt politik nuk mund të akuzohet që ka shkel kushtetutën, kalon votimi dhe le dërgohet çështja në gjykatë kushtetuese. Po fakti që ata s'dojnë fare me marrë pjesë, tregon që nuk janë të interesuar për me zhblloku procesin, përkundrazi. Jo, s'nevojitet. Jo. Lexojeni edhe një herë. Lexojeni edhe një herë. Mund të votohet në mënyrë të fshehtë për nënkryetarët kur nevojitet 2/3 të komuniteteve për nënkryetarët. Lexoj edhe një herë. Dhe dyta, a është pak e turpshme të akuzohet vazhdimisht opozita për bashkëpunim me listën serbe, ku dihet që pikërisht për ligjin për veteranët keni bashkëpunuar, madje keni diskutuar për këtë çështje me jo kryetarin formal të partisë, por legjitim, por me Milan Radojićin. Kjo është e pasakt, ndërka